Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është mbajtur protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë, ku morën pjesë qytetarë nga qytete të ndryshme të vendit, si edhe shqiptarë të ardhur nga diaspora. Manifestimi u shoqërua me një marshim drejt godinës së kryeministrisë, ku protestuesit ritheksuan kërkesat e tyre politike dhe vendosmërim për të vijuar protestën. Në kryeqytet është mbajtur protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë organizuar nga grupe qytetarësh dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile, duke shënuar vijimin e një serie tubimesh të përsëritura në javët e fundit. Grumbullimi i protestave ka nisur në orën 19 në sheshin Skënderbej, ku janë mbledhur qytetarë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si dhe një numër emigrantësh të ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Atmosfera në shesh ka qenë ngarkuar me pankarta, thirrje dhe mesazhe politike të drejtuara ndaj qeverisë. Pas grumbullimit, turma e protestuesve është nisur në mënyrë të organizuar në marshime drejt godinës së kryeministrisë, duke kaluar në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës. Gjatë marshimit janë dëgjuar thirrje të vazhdueshme për ndryshim politik dhe për dorëheqjen e kryeministrit. Në sheshin përballë kryeministrisë, protestuesit janë dalur për të vijuar tubimin, ku janë mbajtur fjalime dhe janë përsëritur kërkesat kryesore të lëvizjes protestuese. Organizatorët kanë theksuar se kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese. Gjatë zhvillimit të protestës, pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për mobilizim, ndërsa kanë paralajmëruar vijimsinë e aksionit qytetar edhe në ditët në vazhdim. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj diskutimeve të krijuara në rrjetet sociale për projektin në banja termale të Bënjës, duke i cilësuar pretendimet për betonizimin dhe dëmtim të zonës si pjesë e një fushate të organizuar dezinformimi. Në një video të publikuar online, ai mbrojti investimin duke theksuar se qëllimi i projektit është zhvillimi i turizmit dhe jo dëmtimi i mjedisit natyror. Debati për ndërhyrjet në banja terminale të Bënjës ka sjellë një reagim të fortë nga kryeministri Edi Rama, i cili e ka cilësuar pretendimet për betonizimin dhe dëmtimin e kësaj zone turistike si pjesë të një fushate të qëllimshme dezinformimi. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka deklaruar se pamjet e realizuara në terren tregojnë realitetin e investimeve dhe hedhin poshtë sipas tij pretendimet e ngritura gjatë ditëve të fundit. Ky është realiteti i një destinacioni turistik, i cili 2 ditët e fundit u bë shënjestër histerisë digjitale të organizatorëve të vërtetë të protestës, ekstremistëve që dukshëm që predikojnë plumbin e tradhtarëve, që paguajnë për të dirigjuar turmën të këndoj burg tradhtarëve, që bashkë me duart e padukshme të armiqve të Shqipërisë e të kundërshtarëve të përparimit të saj, turrin me furinë e algoritmit, lukunira korba shesorash virtuale, mbi godo që nuk e do apo e dyshon Shqipërinë e re të syve të tyre. Kryeministri krahasoi projektin e Bënjës me investimet e realizuara në kuadër të rilindjes urbane, duke theksuar se ndërhyrja përfaqëson një model zhvillimi dhe jo një kërcënim për mjedisin. Kemi hyrë në një epokë ku irat e burimeve të komunikimit e të informimit, burimet shkencore, zyrtare apo gazetareske, si ato të kohës kur çdo lajm verifikohej nga 2 burime, rrjedhin në të njëjtin kanale me ujërat e zeza të burimeve biologjike të urrëties, zilis, mëllefit, gënjeshtrës e paditurisë, të cilët kanë avantazhin e shpejtësisë marramundse, që u jep algoritmi dhe të lehtësisë me të cilën ngëlltiten nga njeriu i kthyer në skllav të algoritmit. Në reagimin e tij, Rama ka deklaruar se pas akuzave ndaj qeverisë, shihen interesa që synojnë të pengojnë zhvillimin e vendit dhe procesin e integrimit evropian. Ai theksoi se përballja nuk është mes qeverisë dhe protestuesve, por sipas tij mes vizionit për Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe atyre që përpiqen të frenojnë këtë rrugtim. Kjo nuk është një luftë mes protestuesve dhe qeverisë, as një luftë mes organizatorëve e financuesve të saj, e as një luftë mes organizatorëve të financuesve të këtij revolucioni dhe meje, por një luftë me Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian përmes vështirësive, punës, gabimeve,
korrigjimeve, rezultateve reale dhe një Shqipëri të re, dështakësh si korbat e sorrat e mbledhura nga të katër anët e rrugës të jetës e rreth sheshit televiziv të protestës, të cilët lëpin e helmojnë çdo protestues e shqiptar të ndershëm që një halla shqetësimi sinqert e shtiu drejt bulevardit apo e mban lidhur akoma me protestën përmes nevojës që ai hall të zgjidhet e ai shqetësim të adresohet ndershmërisht. Gjithkush le të zgjedh pasqyrën që do. Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur projekti në banjat terminale të Bënjës ka nxjerrur debate të forta në rrjetet sociale dhe është bërë pjesë e diskutimeve të protestave të zhvilluara në kryeqytet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë apel mbështetësve të opozitës që t'i bashkojnë protestës së qytetarëve kundër qeverisë. Gjatë komunikimit të tij avor në rrjetet sociale, ai kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra, ndërsa ai akuzoi për ushtrim presioni ndaj protestuesve dhe përdorim të metodave që sipas tij kujtojnë ish sigurimin e shtetit. Berisha ngriti gjithashtu akuza edhe për sulme ndaj figurave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në komunikimin e tij të përjavshëm në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar thirrjet për pjesëmarrjen në protestën kundër qeverisë, duke u bërë apel mbështetësve të opozitës që t'i bashkohen mobilizimit qytetar. Berisha deklaroi se protesta duhet të ketë mbështetjen e çdo shqiptari dhe i kërkoi kryeministrit Edi Rama të largohet nga detyra, duke akuzuar se po dëmton të ardhmen e të rinjve. Thirrja ime është i jep dorëheqjen menjëherë, se ti je armiku më i egër i trive shqiptar, je arrogant, je cinik, ti i urren ata dhe kërkon që ata të largohen nga Shqipëria. Ndaj dhe jep me një dorëheqjen sepse po soset durimi i tyre. Kreu i opozitës akuzoi gjithashtu kryeministrin se po përdor metoda të ngjashme me ato të ish sigurimit të shtetit për të sulmuar dhe intimiduar protestuesit. Çdo ditë dhe çdo natë kalon nga bota digjitale në botën e errët të policisë sekrete shqiptare. Merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një javë rresht njërin apo tjetrin personazh se mori fjalën apo pse dhe tha një parull që s'duhet ta thoshte ta zëm. Berisha u ndal edhe te debatet e fundit në lidhje me figurat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pretenduar se qeveria po përpiqet të diskreditojë luftën e UÇK-s përmes publikimeve në rrjetet sociale. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20, Tahir Sinanin. Nxorën rrëmuan tamam si hienat policisë sekrete të dikurshme. Fatura dokumenta pas interpretim për të nxjerrë për të përballë luftën, për të përballë UÇK-n. Për fajin e vetëm se në këtë protest midis flamujve del dhe flamuri i UÇK-s. Në përfundim të deklaratës së tij, kryetari i Partisë Demokratike u bëri thirrje mbështetësve të opozitës të mos ndikojnë nga thirrjet që drejtohen kundër tij gjatë protestave, duke pretenduar se ato vijnë nga forca politike që sipas tij synojnë të zëvendësojnë opozitën tradicionale. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë Rama për shpërdorim detyre, keq menaxhim të fondeve publike dhe shkelje të procedurave ligjore, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Sipas opozitës, konstatimet e kontrollit të lartë të shtetit në një institucion të sigurisë ushqimore dhe veterinare pasqyrojnë një model të dështuar të qeverisjes. Nga abuzimi me detyrën te shpërdorimi i fondeve publike dhe shkelja e procedurave ligjore, këto janë disa nga arsyet që sipas Partisë Demokratike e bëjnë të domosdoshme dorëheqjen e qeverisë Rama. Në një deklaratë publike, zëdhënësia për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangjeli ka bërë të ditur se gjetjet te kontrollit të lartë të shtetit gjatë auditimit në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, ku janë konstatuar një sër shkeljesh administrative dhe financiare. Ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë pasojë masa organizative, masa për shpërblim dëmi, masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike dhe 23 masa disiplinore ndaj punonjësve të institucionit. Skandali bëhet edhe më i rëndë kur konstatohet se në procedurat e tenderimit kanë marrë pjesë persona që nuk kishin nisur ende marrëdhënien e tyre të punës në institucion. Titullari i institucionit me urdhër specifik ngre grupin për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave, me anë të cilit kryetare e komisionit është emëruar një zonjë e cila ka nisur marrëdhënien e saj të punës 21 ditë pas nxjerrjes së urdhrit për ngritjen e KVO-s.
Zëdhënësia e PD-s ka deklaruar se këto raste tregon një model të përsëritur keq administrimi ku, sipas saj, ligji zbatohet në mënyrë selektive dhe institucionet përdoren për të shmangur përgjegjësitë. Problemi sipas saj është vetë modeli i qeverisjes ndaj kërkon dorëheqjen e Ramës. Rama jepet dorëheqjen sepse administrata publike është shndruar në një mekanizëm të politizuar ku meritokracia zëvendësohet nga bindja politike dhe ku përgjegjësia mungon. Rama jepet dorëheqjen sepse standardet e një demokracie funksionale kërkojnë përgjegjësi politike ku skandalet dhe dështimet përsëriten vit pas viti. Sipas Partisë Demokratike, këto gjetje nuk përbëjnë më vetëm akuza politike, por tregues një problemi më të gjerë të qeverisjes ku sipas tyre kërkon një ndryshim të thellë politik në vend. Hetimet për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë janë zgjeruar edhe mbi procedurat e kontrollit të ndjekura nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Policia e Tiranës ka sekuestruar dokumentacionin e AKU-s për subjektin privat Sori AL për të verifikuar zbatimin e detyrimeve ligjore. Ndërkohë, prokuroria pret rezultatet e analizave laboratorike, të cilat do të përcaktojnë shkakun e helmimit dhe përgjegjësitë e mundshëm. Hetimet për rastin e helmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë kanë hyrë në një fazë të re, duke u fokusuar edhe në mënyrat se si janë kryer kontrollet ndaj kompanisë së cateringut Sorial. Sektori për hetimin dhe krimin ekonomik në Policinë e Tiranës ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit disponon për këtë subjekt, duke përfshirë materialet e kontrolleve të zhvilluara nga muaji janar deri më sot. Verifikimet synojnë të zbardhin nëse inspektimet janë kryer në përputhje me ligjin dhe nëse ka patur mangësi apo parregullsi që mund të kenë ndikuar në 2 episodet e helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Paralelisht, Prokuria e Tiranës vijon hetimet dhe është në pritje të rezultateve zyrtare të analizave laboratorike për mostrat e marra pas ngjarjes. Këto analiza pritet të përcaktojnë shkakun e saktë të helmimit, pasi studentët u paraqitën në spital me simptoma si dhimbje barku, të vjella dhe temperaturë. Në varësi të përfundimeve të ekspertizës laboratorike dhe provave të mbledhura gjatë hetimit, organi i akuzës pritet të vendosë mbi përgjegjësitë penale, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e lëshimit të urdhër ndalimeve ndaj personave që të rezultojnë përgjegjës për ngjarjen. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 15 persona pas protestës së mbajtur të premten në mbrëmje në kryeqytet, ku sipas autoriteteve ata akuzohen për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme, bllokim të qarkullimit të automjeteve dhe prishje të rendit publik. Gjatë veprimtarive hetimore janë sekuestruar edhe një automjet dhe 2 telefona celular në cilësinë e provës materiale. Bllokimi i disa akseve kryesore në Tiranë gjatë marshimit të protestuesve të premte në mbrëmje ka sjellë procedimin penal të 15 personave. Në një njoftim zyrtar, Policia e Shtetit bëri të ditur se ndaj tyre janë ngritur akuza për organizim dhe pjesëmarrje në grumbulline dhe manifestimet palishme, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Sipas policisë, nga veprimet hetimore ka rezultuar se tubimi i njohur për të zhvilluar në orën 19 deri në orën 22 në sheshin Skënderbej dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka dalë jashtë itinerarit dhe orarit të deklaruar zyrtarisht. Uniformat blu bëjnë me dije se protestuesit vijuan marshimin në disa prej akseve më të ngarkuara në kryeqytet, përfshi rrugën e Elbasanit, zonën e Nënkatëshve, Ishbllokun dhe segmente të Unazës, ku u bllokua qarkullimi i automjeteve dhe u krijuan rëndime të konsiderueshme të trafikut. Në kuadër të hetimeve, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një automjet dhe 2 aparate celulare, të cilët do t'i nënshtrojnë ekzaminimeve të mëtejshme. Materialet procedurale janë referuar prokurisë, e cila do të vijojë për zbardhjen plotë rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore. Një konflikt për motive familjare ka përfunduar me një ngjarje të rëndë në Lezhë, ku një 28 vjeçar dyshohet se tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses duke e goditur me automjet. Gruaja u transportua me urgjencë në spitalin e traumës, ndërsa autori u vu në pranga vetëm pak minuta pas ngjarjes.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në qytetin e Lezhës, ku një 28 vjeçar ka tentuar të vrasë nënën e bashkëjetuese së tij, duke e përplasur me automjet. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:05 në lagjen Skënderbek. I riu kishte shkuar për të marrë me makinë bashkëjetuesen e tij. Në ato momente kanë dalë edhe familjarët e saj dhe pas një konflikti për motive që lidhen me marrëdhënie familjare, ai ka përplasur me automjet nënën e vajzës. Si pasojë e goditjes, 43 vjeçaria me inicialet KH ka psuar dëmtime të shumta trupore. Ajo u transportua fillimisht për ndihmë mjekësore dhe më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku vijon të marrë trajtim të specializuar në kujdesin e mjekëve. Menjëherë pas ngjarjes, autori u largua nga vendi i ngjarjes, por falë reagimit të shpejtë të shërbimeve të policisë, u lokalizua dhe u vu në pranga. Gjatë veprimeve hetimore u sekuestrua dhe automjeti i përdorur për këtë ngjarje, i cili do t'i nënshtrohet ekspertizës përkatëse. Ndaj 28 vjeçarit është ngritur akuza për veprën penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës për vijimin e hetimeve dhe veprimeve të mëtejshme. Një konflikt për motive të dobta në zonën e Babrus është përshkallëzuar në përdorimin e armës së zjarrit, ku një 18 vjeçar ka qelluar në drejtim të një biznesi. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa policia sekuestroi armën dhe arrestoi autorin. Detajet të reja janë bërë të ditura lidhur me të shtënat me armë zjarri të regjistruara mbrëmjen e së premtes në zonën e Babrus në Tiranë. Sipas informacioneve zyrtare, 18 vjeçari Reisi Muça, pas një konflikti për motive të dobta me pronarin e një servisi celularësh, ka qelluar 2 herë me armë zjarri automatike në drejtim të biznesit. Ngjarja ka ndodhur në momentin që servisi ka qenë i mbyllur, duke shmangur kështu pasojat në njerëz. Megjithatë, nga të shtënat janë shkaktuar dëme materiale në fasadën e jashtme edhe në ambientet e brendshme të objektit. Menjëherë pas ngjarjes, i riu është larguar nga vendi i incidentit për shkapur nga shërbimet e policisë rreth 3 kilometra larg, teksa tentonte të arratisej. Gjatë kontrolleve në zonë, policia ka gjetur dhe sekuestruar edhe armën e zjarrit automatike të përdorur në ngjarje, të bashku me municionin luftarak. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë. Vijoj me informacione nga Kosova. 20 ditë pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të procesit. Lëvizja vetëvendosje mbetet forca e parë politike, ndërsa rinumërimi nuk evidentoi parregullsi që do të kërkonin një proces tjetër rinumërimi. Tashmë pritet përfundimi i ankimimeve dhe certifikimi i rezultateve për t'i hapur rrugë ngritjes së institucioneve të reja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, duke konfirmuar renditjen e forcave politike që do të përfaqësohen në Kuventin e Kosovës. Sipas rezultatit zyrtar, lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike me 53 mandate. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. 20 vende në Kuvend u takojnë komuniteteve jo shumicë. Nga 10 mandatet e rezervuara në komunitetin serb, 9 janë fituar nga lista serbe, ndërsa 1 mandat nga partia e Nenat Rashiqit. 10 mandatet të tjera janë ndarë mes përfaqësuesve të komunitetit turk, bosnjak, rom, ashkali, egjiptian dhe goran. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëri të ditur se procesi i rinumërimit të 10% të votimeve nuk evidentoi parregullsi që do të justifikonin rinumërime të tjera. Sipas tij, dallimet e konstatuara kanë qenë minimale dhe nuk do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pas shpalljes së rezultatit, subjekti politik dhe kandidatët kanë në dispozicion 48 orë për të paraqitur ankesa në panel dhe parashtresa. Më pas, PZAP-ja ka 3 ditë kohë për shqyrtimin e tyre, ndërsa vendimet mund të ankimohen edhe në gjykatën supreme brenda fatit ligjor. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave dhe certifikimit të rezultatit nga KQZ-ja, do të nisë zyrtarisht procesi për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Vijoj me informacione nga bota.
Bilanci i viktimave nga dy tërmetet shkatruese që goditën Venezuelën është rritur ndjeshëm, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë pa ndërprerje. Sipas autoriteteve dhe Kombeve të Bashkuara, të paktën 920 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 50.000 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Ndihma ndërkombëtare është intensifikuar, por ekipet e emergjencës paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet më tej. Operacionet e kërkim shpëtimit po zhvillohen me ritme intensive në Venezuelë pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën vendin brenda pak sekondash, duke lënë pas një bilanc gjithnjë më të rënd. Sipas të dhënave të fundit të autoriteteve të Kombeve të Bashkuara, të paktën 920 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 50.000 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Qindra ndërtesa janë shëmbur përgjatë bregdetit verior, ndërsa zona e La Guardia pranë kryeqytetit Caracas konsiderohet më e goditura me lagje të tëra të shkatruara. Shefi i ndihmës humanitare i OKB-s, Tom Fletcher, e cilësoi operacionin e shpëtimit si jashtëzakonisht të vështirë për shkak të pasgoditjeve dhe rrezikut të vazhdueshëm të shëmbjes së ndërtesave të dëmtuara. Në shumë zona, familjarët dhe vullnetarët vijojnë të kërkojnë të mbijetuarit mes rënojave me mjete rrethanore, duke denoncuar mungesën e pajisjeve të rënda dhe të mbështetjes së mjaftueshme. Pakënaqësia e qytetarëve u shfaqet gjatë vizitës së presidentes së përkohshme, Delcy Rodriguez, e cila u prit me protesta dhe akuza për reagimin e vonuar të institucioneve ndaj katastrofës. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar ka mobilizuar një operacion më të gjerë humanitar. Ekipet të specializuara nga të paktën 17 shtete, përfshirë Spanjën, Kilin, Meksikën, Kolumbinë, Zvicrën dhe Salvadorin, janë angazhuar në kërkim për të mbijetuar. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë dërguar qindra specialist, qenë kërkimi, pajisje teknike dhe ndihma humanitare për zonat më të prekura. Autoritetet kanë konfirmuar gjithashtu se mes viktimave ka edhe shtetas të huaj, ndërsa 10 qytetarë europian vazhdojnë të figurojnë të zhdukur. Me kërkimet që vazhdojnë pa ndërprerje, frika mbetet se bilanci i kësaj katastrofe natyrore do të rëndohet dhe më tej në orët dhe ditët në vijim. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore ndaj disa objektivave ushtarake iraniane pranë ngushticës së Hormuzit pas sulmit të Teheranit ndaj një anije tregtare që lundronte në këtë korridor strategjik. Washingtoni ka cilësuar operacionin si një reagim të kufizuar ndaj shkeljes së armpushimit, ndërsa tensionet mes dy vendeve rrezikojnë të përshkallëzohen sërish. Përplasjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë sërish në një fazë tensioni pasi ushtria amerikane dërmori sulme ajrore ndaj objektivave ushtarake iranian pranë ngushticës së Hormuzit. Sipas komandatës qendrore amerikane, në operacion u goditën tepo raketash dhe dronesh si dhe sisteme radarësh bregdetar në përgjigje të sulmit iranian ndaj një anije tregtare që po kalonte në një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë. Autoritetet amerikane e cilësuan incidentin si një shkelje të qartë të marrëveshjes së armpushimit, ndërsa publikuan edhe pamje nga goditjet ajrore. Një zyrtar i lartë i SBA-s sqaroi se operacioni nuk sinjalizon nisjen e një fushate të re ushtarake, por përfaqëson një reagim të kufizuar dhe proporcional ndaj veprimeve të Iranit. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare Iraniane deklaroi se kishte goditur pozicione ushtarake amerikane në rajon si kundërpërgjigje. Megjithatë, një pretendim i tillë nuk është konfirmuar nga Pentagoni. Së vendes presidenti amerikan J.D. Vance akuzoi Teheranin për shkeljen e marrëveshjes së armpushimit, duke theksuar se çdo marrëveshje duhet të zgjidhet përmes dialogut dhe jo përdorimin të forcës. Edhe presidenti Donald Trump e cilësoi sulmin ndaj anijes tregtare si një veprim të papërgjegjshëm. Sipas tij, 4 drone iraniane u lëshuan drejt miteve lundruese në ngushticën e Hormuzit, ku një goditi një anije transporti, ndërsa 3 të tjera u rrëzuan nga forcat amerikane. Presidenti amerikan paralajmëroi më herët se Irani do të përballej me pasoja për veprimet e tij, pa dhënë detaje mbi natyrën e përgjigjes ushtarake. Përshkallëzimi i fundit ndodhi vetëm pak ditë pasi Washingtoni dhe Teherani kishin rënë dakord për rihapjen e plotë të trafikut detar në ngushticën e Hormuzit dhe përvijimin e negociatave mbi programin bërthamor iranian. Megjithatë, incidenti i fundit tregon se situata mbetet e brisht dhe çdo përplasje e re mund të rrezikojë zbatimin e armpushimit dhe stabilitetin në një nga rrugët më strategjike të tregtisë botërore.
Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Libani kanë nënshkruar në Washington një marrëveshje me 14 pika, e cila synon të jap fund konfliktit përgjatë kufirit mes dy vendeve. Dokumenti parashikon traumatimimin e Hezbollahut, rikthimin e kontrollit të ushtrisë libaneze në të gjithë territorin dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite. Marrëveshja konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt stabilitetit rajonal dhe krijimit të kushteve për një proces të plotë paqeje. Një marrëveshje e re e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara synon të jap fund tensioneve shumëvjeçare në kufirin mes Izraelit dhe Libanit. Dokumenti i nënshkruar në Washington nga përfaqësuesit e 3 vendeve përmban 14 pika dhe vendos bazat për rivendosjen e sigurisë dhe normalizimin gradual të marrëdhënieve. Në qendër të marrëveshjes është rikthimi i autoritetit të plotë të shtetit libanez në të gjithë territorin e vendit. Për këtë arsye parashikohet që ushtria e Libanit të marrë kontrollin e zonave kufitare, ndërsa grupet armatosura, veçanërisht Hezbollahu, do të çarmatosen dhe infrastruktura e tyre ushtarake do të çmontohet. Procesi do të zbatohet në mënyrë graduale duke nisur me krijimin e zonave pilot, ku ushtria libaneze do të marrë përgjegjësinë e plotë për sigurinë. Vetëm pas verifikimit të këtij procesi do të nisë tërheqja e forcave izraelite nga pozicionet që kontrollojnë aktualisht në jug të Libanit. Marrëveshja parashikon gjithashtu nisjen e rindërtimit të zonave të dëmtuara nga luftimet me mbështetje financiare ndërkombëtare si dhe kthimin e banorëve në shtëpitë e tyre sapo të krijohen kushtet e sigurisë. Një tjetër element i rëndësishëm është ngritja e grupeve të përbashkëta të punës mes Izraelit dhe Libanit, të cilat në ndërmjetësimin amerikan do të hartojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për paqen dhe sigurinë afatgjatë. Nga ana e tij, Izraeli ka deklaruar se operacionet ushtarake në Liban kanë pasur si objektiv vetëm neutralizimin e kërcënimit të Hezbollahut dhe ka theksuar se nuk ka pretendime territoriale ndaj Libanit. Sipas marrëveshjes, me eliminimin e këtij kërcënimi nuk do të ketë më nevojë për prani ushtarake izraelite në territorin libanez, duke hapur kështu një kapitull të ri në përpjekjet për stabilitetin në rajon. Europa përballet me një nga valët më të forta të nxehtit të viteve të fundit, me temperatura rekord dhe pasoja të ndjeshme në shëndetin publik, transport, energji dhe jetën e përditshme. Sipas meteorologëve dhe shkencëtarëve, ky fenomen lidhet drejt për drejt me ndryshimet klimatike, ndërsa episode të tilla pritet të bëhen gjithnjë e më të shpeshta në të ardhmen. Temperaturat ekstreme vijojnë të përfshinë Europën duke vendosur rekorde të reja dhe duke vënë në provë sisteme shëndetësore, energjetike dhe të transportit në shumë vende të kontinentit. Shkencëtarët e lidhin këtë fenomen me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor, duke paralajmëruar se valët e të nxehtit do të bëhen më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive në vitet që vijnë. Në disa shtete janë regjistruar temperatura historike. Gjermania ka shënuar nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë, 41.3 gradë Celsius, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka arritur 37.3 gradë. Edhe Zvicra është përballur me temperatura të pazakonta, ku në Basel termometri u ngjit në 38.8 gradë Celsius. Pasojat janë ndjer veçanërisht në Francë, ku shërbimet e urgjencës në Paris raportojnë rritje me 80% të telefonatave krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në Marseille, një fëmijë humbi jetën pasi u gjet brenda një automjeti të mbinxehur, ndërsa autoritetet presin që alarmet e kuqe të hiqen gradualisht gjatë fundjavës. Në Rumani është shpallur alarmi maksimal për vapën, i cili do të përfshi pothuajse të gjithë territorin e vendit nga fillimi i javës së ardhshme. Ndërkohë në Zvicër, centrali bërthamor i Besnaut, më i vjetri në Europë, ndërpreu përkohësisht funksionin mes 2 reaktorëve, pasi temperatura e lumit që përdoret për ftojen e impjantit arriti nivele kritike. Edhe transporti është prekur nga temperaturat e larta. Në Belgjik, qindra pasagjerë të trenave Eurostar u evakuuan pasi mjetet mbetën të bllokuara pa ajër të kondicionuar. Në Poloni autoritetet kanë paralajmëruar rrezik të lartë për zjarre në pyje dhe problemet në infrastrukturën hekurudhore e rrjetin elektrik për shkak të deformimit nga nxehtësia. Sipas parashikimeve meteorologjike, vala e të nxehtit po zhvendoset tashmë drejt Ballkanit. Në Shqipëri priten temperatura deri në 40 gradë Celsius, ndërsa vlera e ngjashme parashikohen dhe në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Temperaturat ekstreme kanë detyruar gjithashtu organizatorët të ndryshojnë
ndryshojnë ose anulojnë një sër aktivitetesh publike. Në Francë është shtyr parada e krenarisë, në Holandë është anuluar festivali muzikës elektronike Defqon, ndërsa në Belgjik nuk do të zhvillohet rikrimi historik i betejës Waterloo për shkak të rrezikut që parangjiti nxehti. Sipas organizatës botërore meteorologjike, vala aktuale të nxehtit ka thyer rekorde të shumta temperaturash dhe po sjell pasoja të konsiderueshme për shëndetin publik, bujqësinë, ekosisteme dhe ekonominë në mbar kontinentin. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 29 qershor 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm dhe shumë i nxehtë me dominim të kthjellimeve në të gjithë territorin. Vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare vetëm në zonat malore gjatë orëve të pasdites, ndërsa nuk parashikohen rreshje. Paraditja do të jetë tërësisht me diell në pjesën më të madhe të vendit. Edhe gjatë pasdites, moti do të vijojë kthjellët me temperatura të larta tipike për fundin e muajit qershor. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 35 gradë Celsius, Peshkopi 17 deri në 34 gradë Celsius, Tiranë 21 deri në 33 gradë Celsius, Durrës 24 deri në 34 gradë Celsius, Kavaj 23 deri në 34 gradë Celsius, Elbasan 21 deri në 37 gradë Celsius, Berat 20 deri në 38 gradë Celsius, Korç 17 deri në 32 gradë Celsius, Vlorë 24 deri në 34 gradë Celsius, Gjirokastër 18 deri në 35 gradë Celsius, Sarand 24 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 29 qershor 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime në të gjithë territorin. Vranësira të pakta kalimtare mund të shfaqen në relievet malore gjatë orëve të pasdites, por nuk priten rreshje. Paraditja do të jetë me diell, ndërsa pasditja vijon me mot të nxehtë dhe intervale të gjata kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 19 deri në 33 gradë Celsius, Podujev 18 deri në 32 gradë Celsius, Skënderaj 19 deri në 33 gradë Celsius, Pej 18 deri në 32 gradë Celsius, Prishtinë 19 deri në 33 gradë Celsius, Gjakov 19 deri në 34 gradë Celsius, Malishev 19 deri në 34 gradë Celsius, Gjilan 18 deri në 33 gradë Celsius, Ferizaj 18 deri në 33 gradë Celsius, Kaçanik 17 deri në 32 gradë Celsius, Suharek 19 deri në 34 gradë Celsius,
Prizren, 19 deri në 34 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.